Amerikanët në vitin 2020 në shtator, kur po bënin marrëveshjen Serbi-Kosovë-Amerikë, që përfshi edhe Shqipëria në këtë marrëveshje, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, pasi porti Durrësit ishte thelbësor, bashkë me portin e tokës e Ranës Edhut, unë kujtoj që arsyeja pse morën Thatchin ishte sepse ai prishi rregullat e lojës. Cilat rregulla? Trump ishte shpallur armik në atë kohë brenda Amerikës. Do i humbte zgjedhjet me zor. Ishin të manipuluar gjithë sistemi. Dhe ata që drejtuan luftën e Amerikës në Kosovë me NATO në vitin 99, ishin po establishment që futi Thatchin në burg, pikërisht sepse ai nuk zbatoi urdhrin, pikërisht për të mos avantazhuar këtë marrëveshje që po bëjnë në Amerikë. Por duhet kujtoj që kush e mori në qafë Thatchin. Ne Shqipëri e dim, po ju në Kosovë nuk e dini. Kush? Edi Rama. Ai e futi këtë coptimi i Kosovës me fondacionin Soros. Ai e futin këto historitë e Ballkanit të hapur. Ai e futin gjitha historitë dhe kjo e fuqizoi shumë Albin Kurtin edhe si kundërreaksion ndaj kësaj gjëje dhe Rama ishte ai që e mori në qafë. Pse ti po thotë që Rama është i lidhur me Albin Kurtin? Se e kemi pas aja dela Rama dhe Kurti i përkasin dy linjave që janë brenda fondacionit Soros. Rama i përket linjës Alex Soros. Kështu e ka thonë një shqiptar që punon në New York që e ka pas një lidhje direkte nga Rama i përket linjës së Alex Soros. Kurse Albin Kurti bashkë me Erion Velin i përket linjës Jonas Rojt ku përfshihen shumë, përfshihet Agi Mustafa, përfshihet Front Nazi, përfshihen shumë individ. Është linja burokratike historike e Sorosit që ka nxjerrë Erion Velin, Albin Kurtin, pillat e veta, është dhe linja e Alex Soros, që vjen nga familja Soros direkt, që është Edi Rama këtë mes. Janë dy linjat ndryshme. Ajo që i bashkon këta është Sorosi në dyja rastet. Dhe ajo që mund të them me plot gojen është që Albini ju pastrua rruga pikërisht nga kjo linjë nëpërmjet Hagës që ta gjente pushtetin gati. Në zëvon çka mendoni ju për këtë video? Më thash edhe më herët, nuk jam politikan, nuk i përkas politikës, unë vetëm një më të tham. Mirë ai ku për ato që shku ka dëshmu më kundër këtyre njerëzve. Ma gatën e skam, edhe i urej sukses avokatit, edhe juve, unë nuk jam më këso pjesë e këti. Faleminderit, do të kiti mo, faleminderit. Respektin nderuar i desh. Faleminderit pas së shokën. I kemi edhe dy fjalë me avokatin, po avokat u lë më ofër shlise për protestat, po. Zvendosesh pak. E ka përmend zoti Islami ma herët në emisionin e kaluar që tha në vitin 1930 kishte një marrëveshje që izraelitët të vinin në Shqipëri, po ajo nuk dudhe. A është e vërtetë? Zaçi lexon dy komente këtu, një fjalë atje dhe i lidh bashkë dhe jep një histori në televizor. Unë studioj dokumentet prej vitesh dhe mund të themi që për herë të parë është përdorur Shqipëria si mundësi para pavarësisë së Shqipërisë në 1908-1907. Si një potencial kur diskutoheshin shumë tema të tilla në mediat e Europës. Por tamam, për herë të parë, nga artikulli gazetare që ndodhi në vitet 20, ku prapë u përmend Shqipëria, drejt një projekti konkret, pra një plani konkret, ku përfshihet politika brenda, diplomacia brenda, ka ndodhur në vitin 1933-1935. Dhe u ndaluan 35. Cili ishte ky projekt? Projekti ishte nazist dhe sionist. Ishte koha kur Kongresi Sionist bëri marrëveshjen me Hitlerin dhe Hitleri, vendimi i parë që ka marrë në pushtet në Gjermani naziste, sapo e mori pushtetin, ka qenë pikërisht marrëveshja me Kongresin Sionist. Që ishte një marrëveshje midis familjes Rothschild dhe Hitlerit. Si do përzinin judejt nga Gjermania, çufot i them unë. Çufot nga Gjermania për t'i çuar në Palestinë. Pra Hitleri dhe Rothschildi bashkarisht organizuan represionin, persekutimin e çufove në Gjermani naziste për t'i çuar drejt Palestinës sepse kishte dështuar projektin Rothschildëve vitet 20 për ta kthyer Palestinë Izrael, sepse nuk shkonin nga Europa në Palestinë. Pse do shkonin? Ata kishin mësuar të jetonin mes një konsumatori të pasur. Pra ti po thua Holokausti është një rënë e madhe? Unë besoj që krijimi i Izraelit është një projekt i sionistëve si Rothschild në kohë, që nuk janë fare fetar, janë ateistë në thelb apo satanistë në një kuptim tjetër, por projekti i tyre kishte dështuar në vitet 20-33. Dhe kur erdhi Hitleri në pushtet i sponsorizuar nga çufot, Banka Warburg edhe roli familjeve të Rothschildëve dhe Warburgëve është jashtëzakonshëm këtë histori, po ju detajeve të origjinës gjenetike vetë Hitlerit. Në atë kohë ata bën një marrëveshje. Marrëveshja synonte çufot e Gjermanisë të shkonin me detyrim nga Gjermania në Palestinë.
Dhe prandaj u mbyllën kufit në Angli, në Amerikë dhe kudo tjetër. Në mbyllën të shkojnë aty për të krijuar Izraelin. Pra i sionisti më i madh i botës quhet Adolf Hitler, po ta kapësh, Mas Rothschild. Në vitin 34-35, duke qenë se çufot e Gjermanisë dhe të Austrisë më vonë refuzonin që të shkonin në Palestinë, se ku të shkojnë në Palestinë vëlla. Ata ishin mësuar të jetonin mes kryeqyteteve më të civilizuara të botës, do shkonin shkret të tjerë, më kupton logjikën, të bënin kooperativa bujqësore, e kuptoni tash? Në këtë moment ata synuan të vinë në Shqipëri. Sepse Shqipëria kishte një begati të jashtëzakonshme. Kanë insistuar me ordnat vet? Kanë insistuar me ordnat në Shqipëri në ato vite? Diplomatikisht. Dhe ne kemi pas patriot në atë kohë, jo si sot. Sot e gjithë klasa politike në Shqipëri është shabatgoj, domethënë shërbëtor të tyre. Me Sali Berish, me Edi Ram,